Në daljen e kësaj të mërkurë për mediat, Sali Berisha u ndal tek disa nga çështjet e debatit politik të ditëve të fundit, por duke ngulmuar tek aksioni i opozitës dhe protesta kombëtare e thirrur më 10 shkurt. Berisha tha se Partia Demokratike është e gatshme të përgjigjet thirrjeve dhe kërkesave të qytetarëve për protestë të qëndrueshme përballë kryeministrisë. Gjithnjë e më i madh është numri i qytetarëve që kërkojnë një gjë të tillë. Unë i siguroj ata se kërkesën e tyre e konsideroj në të drejtën, shumë të drejtë, dhe se ajo në rastin më të parë të mundshëm do të zbatohet. Duke komentuar mungesën e vendimarrjes për çështjen Balluku nga ana e gjykatës kushtetuese, Berisha ja shpërsoi gjuhën ndaj kësaj trupe gjyqësore. Ditë e djeshme faktoj para secilit prej jush, para të gjithë shqiptarëve, para komunitetit ndërkombëtar dhe mbar botës, se gjykata kushtetuese e Shqipërisë është strofulla e fundit e hajdutëve tuaj. I pyetur për përplasjen mes kryeministrit Rama dhe shoqatave të gjyqtarëve në lidhje me pagën e këtyre të fundit, Berisha kishte këtë qasje. Erdhi ky me vllahic dhe stër vllahic, përmbysi piramidën e pagave. Ky shakaxhi, zgaravitus, që ka zero ide për shtetin, nuk kuptoj që po i vinë të kazmen. Po i vinë të kazmen në themel piramidës pagave, duke caktuar rrogat që i thoshte vllahica, e cila raportet në komisioni i dërgonte nga zyra e tij, i mirte nga zyra e tij.